Kjo javë teston 4 shenja. Kush qëndron dhe kush largohet. Jo çdo marrëdhënie është menduar të zgjasë për gjithmonë. Kjo javë sjell prova, situata dhe zgjedhje që do të tregojnë qartë kush është vërtet në anën tuaj. Disa do të përballen me shkënjime, të tjerë me vendime që kërkojnë guxim. Universi nuk po largon njerëz nga jeta juaj për t'ju ndëshkuar, por për të krijuar hapësirë për diçka më të fortë dhe më të sinqertë. Në dashuri, miqësi dhe bashkëpunime, e vërteta del në dritë. Nëse je një nga këto 4 shenja, kjo periudhë do të të ndihmojë të kuptosh kush qëndron dhe kush largohet. Qëndro deri në fund, sepse një nga këto shenja duhet të marrë një vendim që ndryshon të ardhmen. Peshorja. Një situatë në marrëdhënie kërkon vendim të qartë dhe të drejtë. Dikush mund të tregojë qëllimet e vërteta përmes veprimeve, jo fjalëve. Energjia të kërkon të mos e injorosh këtë shenjë. Në dashuri, kjo javë mund të sjellë një moment ku duhet të vendosësh nëse një lidhje ka të ardhmen. Nëse je në një lidhje, komunikimi i hapur krijon qartësi dhe stabilitet. Nëse je vetëm, një person mund të largohet për të krijuar hapësirë për ditë më të përshtatshëm. Në punë, një bashkëpunim mund të testohet. Analizo nëse vlerësohesh mjaftueshëm. Financat kërkojnë maturi dhe planifikim. Universi të shtyn të zgjedhësh qetësinë dhe respektin ndaj vetes. Ky është një moment për të vendosur kufi dhe për të ndërtuar marrëdhënie më të shëndetshme. Vendimet që merr tani krijojnë ekuilibër dhe stabilitet për muajt e ardhshëm. Mos u frikëso nga ndryshimi. Ai të çon drejt një drejtimi më të qartë. Britsjapi. Një test që lidhet me besimin dhe përgjegjësinë shfaqet papritur. Dikush mund të mos mbaj fjalën ose të tregojë mungesë serioziteti. Energjia kërkon që të mos tolerosh më situata që të lodhin emocionalisht. Në dashuri, kjo periudhë ndihmon të kuptosh nëse një person është gati për stabilitet. Nëse je në një lidhje, një bisedë e sinqertë sjell qartësi. Nëse je vetëm, një distancim nga dikush hap rrugë për një lidhje më të fortë. Në punë, një projekt ose bashkëpunim mund të testohet. Analizo nëse përpjekjet e tua vlerësohen. Financat kërkojnë strategji dhe disiplinë. Universi të fton të mbrosh kohën dhe energjinë. Ky është një moment për të zgjedhur cilësinë mbi sasinë. Vendimet që merr tani krijojnë stabilitet dhe siguri. Mos u ndal nga frika. Ky ndryshim të afron më shumë me suksesin dhe respektin që meriton. Binjakët. Një situatë që lidhet me komunikimin dhe besimin mund të sjellë një provë të rëndësishme. Dikush mund të tregojë fytyrën e vërtetë përmes një bisede ose mesazhi. Energjia kërkon qartësi dhe kufi të fortë. Në dashuri, kjo javë mund të sjellë një moment ku duhet të vendosësh nëse një lidhje është e sinqertë. Nëse je në një lidhje, komunikimi i hapur krijon stabilitet. Nëse je vetëm, një person mund të largohet për të hapur një rrugë të re. Në punë, një bashkëpunim ose projekt mund të kalojë një test. Mos e injoro intuitën. Financat kërkojnë organizim dhe strategji. Universi të fton të zgjedhësh qartësinë dhe të mos tolerosh konfuzionin. Ky është një moment për të rritur standardet dhe për të ndërtuar marrëdhënie më autentike. Vendimet që merr tani ndikojnë drejtimin e muajve të ardhshëm. Beso tek instinkti dhe mos u kthe pas. Peshqit. Një provë emocionale mund të të detyrojë të shohësh realitetin pa iluzione. Dikush mund të largohet ose të tregojë mungesë përkushtimi. Ky moment nuk është humbje, por një pastrim energjik. Në dashuri, kjo periudhë ndihmon të kuptosh kush është i sinqertë. Nëse je në një lidhje, një bisedë e thellë sjell qartësi dhe drejtim. Nëse je vetëm, një distancim hap rrugë për një lidhje më të fortë. Në punë, një bashkëpunim mund të përfundojë për të krijuar mundësi më të mira. Financat kërkojnë maturi dhe planifikim. Universi të fton të mos mbash më situata që të lodhin.
Ky është një moment për shërim dhe rilindje emocionale. Vendimet që merr tani krijojnë paqe dhe stabilitet. Mos u frikëso nga largimet. Ato hapin hapësirë për njerëz dhe mundësi që janë më në përputhje me energjinë tënde. Nëse ndjeve se ky mesazh ishte për ty, shkruaj në koment shenjën tënde dhe fjalën zgjedh për të aktivizuar energjinë e këtij ndryshimi. Mbështete kanalin me një like dhe abonohu për të mos humbur mesazhet e ardhshme. Shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë për këtë paralajmërim.